ka thonë shumë. Do vinë të tjerët, se ndoshta Na thuj tani për fyzën sa si të po atë që ka shpifur pra, një priu i sot, a gjon shen. Okej. Siç unë i kam dhënë kohë zotit Sheaj në këtë muaj, po dhe vetes për të reflektuar, sepse nuk e kam dash të konflikt, sepse ai që fërkon barku nga kryuar konflikti është Edi Rama. Po zoti Sheaj e kërkoi me qiri, duke pretenduar që pas kemi gjëra për të fshehur dhe frikë. Unë s'kam pas frikë nga Edi Rama dhe Sali Berisha, jo më nga Agroni. Unë nuk kam dash të krijoj një kurs konflikti me stres. Po kush kërkon luftë do gjej. Si ta doj, ashtu do ta gjej. Sot po dorëzoj si dëmtuar akuzues Padin pranë gjykatës posaçme dhe zoti Sheaj duhet vi këtu me dokumenta, se këtu nuk është televizor me i tund kot sa për të hedhë hisive njerëzve. Me dokumenta duhet vi të provoj pretendimet. Unë Adriatik Lapaj me përgjegjësi të plot nuk kam në Republikën e Shqipërisë as unë, as nëna, as babai dhe as një familjar i rrethit parë timin, as një metër tokë në Republikën e Shqipërisë. 1 metër, jo më shumë. Në rregull, ka pretenduar që unë kam përfaqësuar kompani të krimit të cilat janë sekuestruar nga Spaku dhe ka marrë lek nga këto kompani. Të dalë një gazetar ta verifikojë që ka marrë një cent nga një kompani që ka sekuestruar nga Spaku. Aq më shumë si mund të merren para nga kompani që janë sekuestruar. Ka pretenduar që kam përfaqësuar në apel çështje që në gjykatë shkallës parë ka gjykuar vjerrin dikur. Vjerri që është bërë më vonë. Ndërkohë, ftoi gazetarët të gjejnë një vendim, një çështje që në apel Adriatik Lapaj ka përfaqësuar një çështje që ka gjykuar vjerrin shkallës parë. Ka pretenduar që kam regjistruar në hipotek pronë që ka dhënë vjerrin. Të dali gazetarët dhe të gjejnë një pronë që unë e kam regjistruar në hipotek, e cila është dhënë nga vjeri im. Ka pretenduar që unë kam kryer procedurat për një investim strategjik dhe kam ndërmjetësuar një investim strategjik. Të dalin gazetarët dhe të gjejnë një dokument përpara shtetit shqiptar, një të vetëm, që është firmos nga Adriatik Lapaj për procedura për investim strategjik. Po, unë kam punuar si avokat, kam përfaqësuar privatët, kam negociuar mes privatëve, por kjo lloj që e përdor politikën si balt edhe në 2025 dhe pretendohet e reja, kjo është e turpshme. Unë kam refuzuar ta bëj, po sot prap jam i detyruar të vi, sepse nëse s'do vija, njerëzit do thoshin ore çka Adriatiku për të fshehur. Kështu që sot në gjykatë posaçme, këtu do nis gjyqi për shpifje, janë 8 shpifje të bëra, të dokumentuara. Ja kush e gjithë dosja, është punuar me rigorozitet dhe duhet zoti Sheaj të vi të provoj shpifjen.